Vrau me thik 48 vjeçari në Kavaj Trondit autori më parkoi makinën para shtëpisë. Më ofendoi, pastaj e qellova. Kështu e ka nisur dëshminë e tij para oficerëve të krimeve të rënda Landi Puja Deraj, i cili qelloi me thik në zemër Skërdilaj Disufin, ku përpasoi ky fundit humbi jetën pas disa minutash në spital, teksa ka deklaruar se shkak për konfliktin ishte bërë një vend parkimi. Puja ka theksuar se situata doli jashtë kontrollit pikërisht, kur Skërdilaj Disufi e ka ofenduar. Erdhi dhe parkoi makinën para shtëpisë time, dola dhe kërkova ta lëvizte makinën pasi nuk mund të kaloja dot për të futur në shtëpi. Nuk dua ta lëviz makinën, më tha. Po ik, futu brenda se e di çfarë të bëj apo jo. Kështu filloi gjithçka. Kush je ti, kush jam unë? Pastaj nisi të shante para familjes sime. Nuk durova dot, shkova brenda në shtëpi dhe mora thikën. Kur më pa me thik në dorë, më sulmoi. Në këtë moment unë e qellova 2 herë në pjesën e gjoksit, e pash që ra në tokë. Aty më kapi paniku dhe u largova. Sigurisht që në momentin e parë u pendova, por hataja ishte bërë. Nga frika u fsheha deri në momentin që më gjetën. Më vjen shumë keq, nuk doja që të përfundonte kështu, por mu errësuan sytë dhe nuk e kontrollova dot veten. Kështu është shprehur ndër të tjera Landi Puja gjatë marrjes në pyetje nga agjentët e krimeve.